marrë parasysh LDK insiston në postin e kryeministrit, teksa PDK-ja po ashtu, si partia e dytë. Po mendoj që PDK-ja ka dalë një herë borxhi, për mos më thon borxhi, është në borxh në këtë rast LDK-ja tek PDK-ja, sepse një herë ka lëshu mandatin e postin e kryeministrit. Zoti thashë nëse gabojnë vitin 2017, kur është tërheq prej pozitës së kryeministrit dhe zoti Isa Mustafa në atë kohë vjen si kryeministër, edhe pse ishte si subjekt më i vogël. Dhe tani është pak edhe e pa drejtë edhe besoj e pa mundur që LDK-s të japet mundësia edhe pozita e kryeministrit. Por a e mendoj që do t'i bëj partit opozitare bashk, përfshi këtu edhe minoritetet, në votimin e një qeverie të opozitës është fakti i nevojës tyre për të mos shkuar në zgjedhje. Do të ketë më shumë nevojë për të bërë bashk, ta kalojnë këtë test, të marrin mandatin, se sa të shkojnë me njëherë në zgjedhje, për shkak që një numër i këtyre deputetëve mund të mos zgjidhet në zgjedhjet tjera që do të mbahen. Sidomos ata deputetë që në publik, ata deputetë që në publik perceptohen si shkaktar pse shkuam në zgjedhje prapë. Qytetari në përgjithësi nuk e pret mirë shkuarjen në zgjedhjet jashtëzakonshme për shkak të refuzimit për t'u marrë vesh. Do thotë për ta ndarë pushtetin, domethënë po dihet saktë edhe qartë kush më shumë e kush më pak, se është në pyetje vetëm pushteti, marrja e pushtetit, arsye pse një qeveri nuk mund themelohet, po i drejtohen kutive të votimit përsëri. Kështu që ata deputet që mund të jenë për herë të parë, e kanë shumë problem të shkojnë në zgjedhje përsëri, ata deputet qoftë edhe për minoriteteve, partive minoritare, mund të mos zgjedhen më deputet, e është bukur shumë një humbje për ta, humbje personale, kështu që do t'i konsumojnë hapat deri në rrezikun final për të shkuar në zgjedhje. Atëherë mendoj që secili do të zbut nga kërkesat, po qoftë edhe ata që i prini koalicionin, këtë rast zoti Bedri Hamza, mendoj që do të bëhet pak më gjeneroz, pak më bujar që t'i plotësoj disa prej kërkesave tyre, kështu që do ta gjeni mes për të mos e çuar vendin në zgjedhje. Bazuar në gjitha këto zvarritje, le të themi kështu, sa besoni që do krijohet një qeveri e cila mund të ketë mandat 4 vjeçar? Apo mbase do krijohen mundësit vetëm për krijim të një qeverie edhe 1 vjeçare?